Jezu Krishti, figura më kontradiktore në historinë e njerëzimit. Dhe njerëzit në ignorancën e tyre nuk duan të mësojnë më shumë për të, sepse kanë frikë. Sepse mendojnë që kjo jetë që jetojnë do jetë kështu në vazhdimsi. E din të tërë që një ditë do vdesin. Po nga frika nuk duan të mendojnë për vdekjen individuale dhe nuk duan të mendojnë për rrugën e shpëtimit. Jezu Krishti u kryqëzua 33 vjeç. Predikoi vetëm për 3 vjet. Dishepujt e tij ishin njerëz të thjeshtë si ti e si unë. Ishin peshkatar, që Jezu Krishti bëri peshkatar njerëzish. Dhe armiqtë e Jezu Krishtit ishin të diturit, të shkolluarit e kombit të tij, që dorëzuan të kryqëzoj nga pushtuesit romak. A nuk është interesante gjithmonë? Ata që janë në pushtet janë armiqtë të mirës, të paktën në Shqipërinë e shtrenjtë. Jezu Krishti na hapi rrugën për të vajtur te Zoti, dhe është e hapur për çdo që do të vejë te Zoti përmes gjakut të Jezu Krishtit. Faleminderit Zoti Jezus. Amen.